هل ترى ينفع الندم حينما زلت القدم؟ هل ترى ينفع الندم حينما زلت القدم؟ حرقة تملأ الجوى والحشا يمضغ الألم، والحشا يمضغ الألم. هل ترى ينفع الندم حينما؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. تداشر vëllezër musliman, Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi. Ne jetojmë disa minut dhe marrëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam, duke I lutë Allahut fuqi plot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që ai me mëshirën e vet neve si gjunahkar pre azapit të xhehenemit të na shpëton, Jannetul Firdausin nasib të na bën. Amin. Vëllezër të dashur, ajetin që lexoj para jush, Allahu Dhul Gjelal u kushton besimtarve, I urdhëron me ditë punë dhe I ndalon nga një tjetër. Allahu Dhul Gjelal, I cili nuk ka nevojë që ne ta përmendim, ai nuk ka nevojë ne ta falenderojmë, po që se ja kthejmë shpinën ati kur fardami nuk I bëjmë, po që se pandërpre e adhurojmë ati kur fardobije nuk I bëjmë. Pra, të mirat të cilat I bëjmë janë për neve. Urdhrat e Allahut në vend kur I çojmë, dobia është e jonë. Nëse një urdhër të Allahut e marrim në përkëmbë, dami është I jonë. Megjithato, Allahu Dhul Gjelal na mëson, nga sa ai na don dhe don të na mëshiron, prandaj na udhëzon, na sugjeron ku është fitimi jon dhe na tërheq vërejtjen ku mund të jesë humbja jon. Andaj Allahu Dhul Gjelal thot: "Fadhkuruni", më përmendini mua, washkuru li, dhe më falenderoni mua, wala takfurun, dhe kurse si mos më harroni, kurse si të mirat e mia mos I harroni. Pra këtu fjala është takfurun, nuk do të thot mos më bëni kufër, nga si ju drejtohet besimtarve. Fadhkuruni, pra kush duhet ta përmend Allahun? Ato që besojnë. Washkuru li, kush duhet ta falenderon? Besimtarë. Në këtë kontest thot wala takfurun, pra mos I shkelni nimetet e mia, mos u bahni kufrani ni'me, pra mos I harroni të mirat, përmendni Allahun. Pra të përmendurit është me gjuhë, po të përmendurit Allahut është me sy, të përmendurit Allahut është me vesh. E përmendim Allahun me shpirtin ton, e përmendim Allahun me zemrën ton. Pra zikri I parë të përmendurit Allahut është fjala la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Afdalu ma kultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah. Tha sallallahu alaihi wasallam, fjalën më të mirë, fjalën më të bukur që e kam thonë unë dhe pejgamberët para meje është fjala la ilaha illa Allah, nuk ka zot tjetër pos Allahut. Dhe tha sallallahu alaihi wasallam, po të vendohet fjala la ilaha illa Allah në njënën anë të peshojës, e mbar dunjoja në anën tjetër,
la ilaha illallah do të randon. Pse? Se ajo të shpëton në këtë botë dhe të bën nasib xhenetin, nga sa është pasaporta e hyrjes në xhenet. Ndërsa me ta fal kret dunjon, po që se vdes pa la ilaha illallah, s'të ka vle kur nisem. Prandaj më e rëndë është fjala la ilaha illallah se gjithë bota. Andaj afdalu dhikri la ilaha illallah. Të përmendurit Allahun më e mirë është pra fjala la ilaha illallah. Në përmes të guhës bëjmë edhe zikre të ndryshme, përmendim Allahun edhe në forma të ndryshme. Vëllezër të dashur, prej kur qohemi mëngjes themi la ilaha illallah. Pse? A di pse? Se kur të na vendosin në varr, e të na kthejnë shpinën dashamirët, e të vinë me laqet e sualit, të na bëjnë sual në varr, e ti e ke pas princip çdo herë kur je zgjuar nga xhumi, ke thon la ilaha illallah. Kur do të vinë me laqet, ti do të trishtosh, ti do të mendosh se je ngritur, je zgjuar nga xhumi i dunjas, dhe do të thush la ilaha illallah. Me laqet do të thonë ja pash hajrin, ne për çket kemi ardhur, u kri. Subhanallah, edhe pat vetë me laqet, kush o Zoti yt, ti veç ke dëshmu la ilaha illallah. Zoti na lehtësoft. Pastaj vëllezër të dashur, themi në çdo fillim të punës bismillah. Fillojmë këtë punë me emrin e Allahut. Kullu emrin dhi balin lem jebde bi bismillahi fa huwa abtar. Tha sallallahu alaihi wasallam, çdo punë e mirë që fillon pa bismillah, ajo është pa bereqet. A do të kesh bereqet në punën tënde? A do të kesh sukses në punën tënde? Do të thush bismillah, në të njëjtën kohë ti përmend Allahun, fiton sevapin dhe të shkon puna mbar dhe me bereqet. Kur do ta fillojmë punën me bismillah, pastaj do të thomi o Zot, këtë punë bënet e suksesshme, inshallah. Pra mbështesemi Zotit, inshallah. E kur do të kryhet puna jonë, çka do të themi? Elhamdulillah. Pra shikjo parimet tona fillojmë bismillah. Shpresojmë në Allahun, inshallah. Falenderojmë Allahun në fund, elhamdulillah. Shohim diçka që na gëzon shpirtin, gëzohemi me diçka, themi masha Allah. Gabojmë diçka, kemi gabu diçka si njerëz, duhet të themi astaghfirullah, kërkoj falje për Zotin. E format e tjera të cilat bën nëpërmes të guhës, por janë tri pra më të mëdha. E para qenë ka la ilaha illallah. E dyta një fjali shumë e shkurt dhe shumë e lehtë në guhën tonë, shumë e rëndën me sevapën në peshoj dhe shumë e dashur te Allahu dhul xhelal. Kelimetan, di fjalë. Khafifetani fil lisan, të lehta në shprehje në gjuhë, të lehta. Thaqiletani fil mizan, shumë të rënda në peshoj, me sevapë. Habibetani ila Rahman, shumë të dashura te Allahu dhul xhelal. Cilat janë ato? Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. I lartë mardhruar është Allahu, i patëmeta dhe hamdi i takon atij, subhanallahil azim. I patëmeta është Allahu, që është më i madh se çdo gjë sendi. Pra subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Me muito vëllezër të dashur, e me bo tradit, e me bo shprehi, çdo ditë mas namazit sabahut, pasi që të bëjmë zikrin e rëndomt, ti marrim tespit dhe të themi 100 herë subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Allahu dhul xhelal ja fal mëkatet e 24 orëve që ka bë, edhe i tepron. Pra kjo i tepron. Zoti na mundsoft të vëllezër të dashur. Zoti mos dash që të largohet gjuha jon e të teret nga zikri Allahu dhul xhelal, nga se një sahabi tha, ja Rasulullah, më bën vasiet, tha, gjuha ite gjithmonë tjetë e lagët duke përmend Allahun dhul xhelal. Pastaj përmendim Allahun me sy. Si e përmendim Allahun me sy? Shiqojmë ati ku duhet, i mbyllim syt nga harami. E përmend Allahun. Çeve nuk shiqon haram, astaghfirullah. Hiç pa thonë astaghfirullah, vetëm kur e kthen kryet. Kalojnë vajzat të huaja, femrat të huaja, siç është tradit, sidomos tash lakuriq, ti e kthen kryet, mbron sy tu, e ke përmend Allahun nëpërmes të syve dhe ja din shiqyrin se ai ti ka dhuru e ta ka ndaluar haram me shiqu. Kështu e përmend Allahun nëpërmes të synit.
e përmend Allahun nëpërmes të veshit, ndëgjon Kur'an, falem, namaz, ndëgjon nasihat, ndëgjon fjalë të mira, ndërsa nuk ndëgjon muzikë kurse si, nuk ndëgjon fjalë të këqija, bile edhe dikush kur fol, kur bën gibet, ose e ndalen ose largohesh, e bën dhikr Allahun me veshët tu, nuk i përdor veshët në haram, pra të përmendurit e Allahut nëpërmes të veshit është në këtë formë, e përmendim Allahun me shpirtin ton. Si e përmendim? Shpresojmë në Allahun dhe frigohemi prej Zotit. Pra shpresojmë në mëshirën e Tij, frigohemi nga gjunahet tona me shpirtin ton. Andaj njoni duke dhënë emanetin e pyeti njoni, tha, si e ndin veten? Tha, shpresoj në Allahun, frigohem nga gjunahet e mia. Pra shpresoj në mëshirën e Allahut, frigohem nga gjunahet e mia. Pra me shpirtin ton shpresoj mëshirën e Allahut, frigohemi nga gjunahet ton. Në përmes të zemrës ton, e teslimu vë rida, i dorzohemi asaj që ka përcaktu Allahu dhul Jalal. Çka ka vendos Allahu, dakord jo mo Zot, në përmes të zemrës e ke përmend Allahu dhul Jalal. Pra vëllezër të dashur, të përmendurit e Allahut është në shumë forma, por ato që janë më të praktikuara, që më së shpeshti janë që këto që përmendëm. E pastaj dhikri Allahu dhul Jalal ka edhe forma të tjera, siç është leximi i Kuranit. Pra kur e lexon Kur'anin ti e përmend Allahun. Kur shikon, kur mediton lart në qiell, e përmend Allahun. Kur shikon në vetvete, e përmend Allahun. Kur e shikon fëmijën e posalindur, që s'ka kur far fuqie, kur far pozite, kur far pasurie, e përmend Allahun. Kur e sheh plakun, që i është dorzuar me kakret, s'ka kur far dëshire, edhe ai e ka kryer obligimin këtë botë, ti e përmend Allahun. Pse? Mediton, mendon, fikiron. Pra edhe kjo është përmendur Allahun dhul Jalal. Pra vëllezër të dashur, andaj Allahu dhul Jalal thot, fadhkuruni, më përmendni. E pastaj washkuruli, më falenderoni. Të falenderojmë Allahun dhul Jalal për çdo të mirë që na ka fal. Vëllezër të dashur, Allahu dhul Jalal me hadithi kutsi ka thonë, sikur një njeri të qëndron në sejdë. Të qëndron në sejdë prej kur bjen në mend e deri kur të vdes. Që s'ka mundsi, por ai qëndron në sejdë për Allahun dhul Jalal, derisa t'ia dorëzon shpirtin Allahut, kur dalën ditë kiametit, e kur ti thot Allahu dhul Jalal, robi im urdhron në xhenet me të mirësinë time, ai do të thot, pak pas ka qenë sejdja që se kam ngrit kryet, pak pas ka qenë në krahasim me këto që më ka dhuru Allahu dhul Jalal. Sikur të mos e kish ngrit kryet prej sejdë, do t'ishte pak. Vëllezër të dashur, të mira që na ka dhuru Allahu dhul Jalal, a e falenderojmë, po të mos kemi kur gjë tjetër nga pasuria e kësaj bote. A i ke syt, i ke veshët me të cilët ndëgjon, ke gjuhën me të cilën flet, ke këmbët me të cilat del prej shtëpie kur don ti, ke durët tua që ushqehesh si don ti, kthehu anasjetës. Një njeri nuk i ka syt, atë mund dalajt hecë të shkojë ku do sa, jo, duhet ta shoqëron dikush. Një njeri nuk ndëgjon, sa vështire ka. I shef njerëzit se folin, mundohet në përmes televizeve, së buzve, ti merr vesh ka thonë, pos ndin, me isharet, vështirë. Ka njerëz i cili nuk ushqehet me dorën e vet, por e ushqejnë të tjerët. Ka njeri i cili nuk ecen me këmbët e veta, thot, oh, kur isha në këmbë. Pra, këto vëllezër të dashur, këto mirësi që përmendëm, e truni, e shpirti, e të mira, këto që përmendëm, a paguhen me pasuni dunjoje? Paguhet syni të pamurit, paguhet me para? Harrojmë dë njëherë. Gjithë të mira i kemi, edhe ankohemi se nuk kemi bollë, kriz, fukarallëk. Mo vëllezër dashur, washkuruli, përmendja Allahun dhe falenderoni për të mirat e tij që na ka dhuru, e sidomos që na ka udhëzu në këtë din. Elhamdulillah. Elhamdulillah o Zot për çdo të mirë që na ke dhënë, e sidomos që na ke mundësu t'i takoje në të cilën na shpëtimi i kësaj bote dhe i ahiretit. Pra, bëni shikë, falenderoni Allahun, po jo vetëm me gojë. Falenderimi Allahut është jo vetëm me gojë, po edhe me punë. Për pasurinë tënde duhet të kontribosh. Zekati pasurisë jepet a gjithë si e ka rendin. Po zekati i shëndetit
është e agjërimi, është e ndihma e të tjerëve. Po zekati të folurit, të folish hakun, të folish fjalë të mira, të rëndësh në punë të mira, ndalish nga e keqja. Pra edhe këto kanë zekat. Me këto ti e falenderon Allahu dhul xhalal. Fjala falenderim është adekuat me fjalën e përkthyer me fjalën shukr, por ne kemi edhe një thonjë tjetër. Ajo është elhamdulillah. E çka do të thotë elhamdulillah? Elhamdulillah nuk përkthehet me fjalën falenderojmë Zotin, por ne s'kemi. Na nuk kemi folje tjetër. Ne edhe shukrin, edhe hamdin i kemi me një folje, falenderojmë Allahun. Jo. Shukr është falenderim, por hamd nuk përkthehet. Pse, çfarë ka dallim në mes shukr edhe hamd? Se shukr thuhet edhe njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Ai njeri që nuk i falenderon njerëzit, se ka falenderuar Zotin. Pra dikush kur të afron një të mirë, thuaj falenderit ti që u bën sebeb, a hamd Allahut që ma ka bën nasip. Allahu ma ka shkru, elhamdulillah. Ndërsa ti falenderit që ma ka afru. Një gjësendi kur të afron dikush, ti thua falenderit. Një gjësendi që hahet ajo, një kokë mollur, no, falenderit ti, a hamd Allahut. Se ti as e ke kriju, as e ke prodhu, por kjo është produkti Allahut dhul xhalal, ati i bëjmë hamd që e ka fal, dhe ai që ma ka shkru mu si rizq me ngron, aty falenderit. Pra, njeriu ti thot falender, edhe Allahu ti thot falenderit, por i thot edhe hamd. E tash, kur themi elhamdu lillah, hamdi kujt takon Allahut. A themi pra, të bëj hamd ti që ma dhurove këtë hamd, ja. Elhamdu lillah. Pra hamdi i takon vetëm Allah. Andaj për çdo punë, për çdo të mirë, duhet me thonë elhamdulillah. Për çdo të mirë o vëllai dashur, elhamdulillah. Kur teshemi, pse themi elhamdulillah? Çfarë mirë është? Thjesht, është sunet islam që kur teshesh të thush elhamdulillah. E mirë, çfarë ke kjo e hang me pime? Çfarë ke kjo? Pse elhamdulillah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na ka porosit që pas teshjes të themi elhamdulillah, ai sikur e ka ditë, sikur i ka pri dhe para mjekësisë e ka zbulu se njeriu kur të shtitet, trupi bën një ngatresë që ka gjasa që damarët ose eshtat të ngatrohen dhe të dëmtohet shëndeti njeriu. Sa ajo ka një shpejtësi shumë të madhe. Të teshurit ka një shpejtësi shumë të madhe dhe bën një demonstrat të fortë organizmi njeriut, por në fund ti thua elhamdulillah që s'më gjeti kur nisë. Pse thua elhamdulillah? Teshem elhamdulillah, e çka anki? Bilet disa jo elhamdulillah, po kur teshe shëndet. Kësë është suneti jonë. Është luqe me vend në rregull, po nuk është suneti ynë, se nuk e plotson. Nuk e plotson elhamdulillah. Nuk e plotson shëndet. Pra, o vëllai dashur, nëse don ta dish se dikush sa është afër sunetit dhe sa njeh islamin, ajo shifet në punë shumë të vogla. Ajo shifet në punë shumë të imta, shumë të thjeshta. Pra njoni teshet, në vend të thot elhamdulillah, thot shëndet. Ne aty i themi, ti s'pas ke punë me sunet. Ti kone larg sunetit. Pra kur themi elhamdulillah, e di pse të thon. Pse? Se elhamdulillah që mund të ndodhin dhe një trazir, dhe një telashe në trupin tim, po elhamdulillah që nuk ndodhi. Kush më mbrojti nga ajo, më mbrojti Allahu. Pra ndaj thom elhamdulillah. Ti që falenderova Allahun, ti që i bane hamd Allahut, vllai, çka të thot ti? Yerhamuk Allah. Për ato që ti e falenderova Allahun, i bane hamd, Allahu të mëshiron. Pse të mëshiron? Se ti ja ditë shikirin dhe i thua elhamdulillah. E ti a kthem vllau tënd, jehdina, Allahu na udhëzoft neve, wa yehdikumullah, edhe juve Allahu ju udhëzoft. Shiqo pra, gjithmonë jemi duke përmend Allahun dhul xhalal dhe duke falenderu ata, vëllezër të dashur, dhe duke mos mohu, duke mos i harru të mirat e Allahut, se ato janë të pafund. Pra duhet pas bindje në mirësinë e Allahut, bindje. Në çdo rast kam bindje se risku është prej Allahut, shëndeti është prej Allahut, e mirë është prej Allahut. Pra kam bindje dhe mbështetje në Allahun dhul xhalal, ai që ka bindje, pra e falenderon Allahun,
e përmendën Allahun, ja din shiqirin Allahun, thot elhamdulillah për të mirat e tij, ai gjithmonë është në kontakt me Allahun dhul xhelal. Allahu dhul xhelal thot: "Wala takunu kalladhina nasullah", mos u bëni si ato që harrojnë Allahun. Astaghfirullah, e harrojnë Allahun. Fadhkurullaha kathira, përmendni Allahun shumë, pa ndërprerje. Vetë Allahu dhul xhelal ka thonë: "Udhkurullaha dhikran kathira", shumë përmendni Allahun. Kur thot Allahu shumë, e di sa është? Me të vërtetë shumë. E përmendim në shumë, është pikpyetje e madhe. Andaj wala takunu kalladhina nasullah, mos u bëni si ato që harrojnë Allahun. O vëllezër të dashur, ka qenë një prej dietarëve ka pas emrin Sirru Sakatiju. Kishte një njeri shumë i devotshëm, shumë takva. Një ditë ishte i angazhuar me probleme familjare, dul nga shtëpia, nuk tha bismillahi, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. A e rëndësh kjo vëllai dashur, kur dash për shtëpia të thush bismillahi, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ki dietari ishte angazhuar dhe dul duke mos përmend Allahu dhul xhelal. Disa fëmijë ishin duke luajtur në sokak, në rrugë lushin. Njëri e ngriti krijet e shiqojnë ball, e shiqojnë mirë, Sirru Sakatijun dhe shokëve vetë. Po shiqojnë tha sot këtë njeri se pas ka imanin me vete. Ato fëmijët ishin domat dhe i thonë: "Ke turp si thua se ka iman?" Tha: "Vallahi, nuk e ka dritën e imanit që ka pas qera ditë." Tha: "Nuk e ka nurin, nuk e ka dritën e imanit në fytyrë." Unë dalë dhe tha: "Ke të drejtë o biri im", tha, se në moment kur dola prej shtëpie e kishëm harru ta përmendja Allahun, Allahu ma ka marrë dritën e imanit. Subhanallah, vetë një moment e ka harru. E fëmijët shofin me sy që ka nuk shofin tjerët. E di pse? Se i kanë sytë e pastër. Fëmijët shofin ma mirë se i kanë sytë e kullum, i kanë të pastër. Nuk ju kanë vë perde me gjunahe. Gjunahet bëjnë perde vëllai. Nuk e dallon të mirën për të keqës. Pra fjala është wala takunu kalladhina nasullah, mos u bëhni si ato që e kanë harru Allahun. Një herë se ka përmend Allahun, fëmiu ka pasë në fytyrën e tij, nuk është drita e imanit. Pra, përmend Allahun dhe mbështetje, bindje në Allahun dhul xhelal. Sa ai që përmend Allahun, Allahu atij ndihmon, ja çon riskun ka se kujton. Wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Ai që mbështetet Allahut e ka mjaft. Sa i kemi ne këtë bindje vëllezër të dashur? E ka mjaft Allahun, ama masi ta bën punën. Ti mbështetesh Allahut, masi ta bësh punën. Një herë ja pa ta dhon një djaloshit dhe asi ngjitse, thash vine këtu te kerri, ngjite këtu përpara, shkruante la haula wala quwata illa billah, tawakkaltu ala Allah. Thash çka do me thon? Thash do me thon kjo të mbron, nuk ka kush të mbron nga e keqja dhe nuk ka kush të jep të mirën dhe ju mbështet Allahut. Thash me këtë ju mbështetesh Allahut, Allahu trun. Tha mirë, faleminderit. Thash veç ka ta mos gaboj. Kjo të runa më sa më fort kuçi jo. Ja, i vozit, ha. Mos i kon këtë tawakkaltu ala Allah dhe hez drejt valla. Kjo ju mbështeta Zotit sa më fort kuçi ha. Ja. Bone punën sigurt, mandej mbështetju Allahut. Pra e thikatu billah, të kesh bindje në Allahun dhul xhelal, e përmendën Allahun, i mbështetesh atij dhe në fund t'ia din shiqirin Allahut dhul xhelal. Vëllezër të dashur, gjallësa tjera, krijesa tjera, sipas disa dietarëve, Allahu dhul xhelal ka fal 1.500.000 lloje të gjallësave, jo numër, lloje të gjallësave. 1.500.000 lloje të gjallësave. Një prej tyre është njeriu, por është i dalluar nga të gjitha ato 1.500.000 gjallësa, është i dalluar njeriu dhe të gjitha ato gjallësa janë në shërbimin e njeriu. 1.500.000 lloje të bimave, të luleve, të friteve ka kriju Allahu dhul xhelal. 1.500.000 bim, lule, frite, të gjitha janë në shërbim të njeriu. Të gjitha këto Allahu dhul xhelal i ka kriju për njeriu, e njeriu i shfrytëzon dhe Allahu se përmende. 1.500.000 lloje gjallëse, 1.500.000 lloje të bimëve dhe bereketeve, 3 milion lloje, jo 3 milion kokamolla, jo, 3 milion lloje të friteve. Allahu dhul xhelal i ka kriju në shërbimin e njeriu. Njeriu nuk e falenderon Allahun, edhe nuk ka bindje në Allahun dhul xhelal,
Në kohën e namazit punon, thot nuk lihet puna, duhet me hangër. Aman bre, ti me punën tonë dhe ushqehesha. Astaghfirullah. Mo vëllai, mos e shkel urdhnin e Allahut, duke humb bindje në riskun e Allahut. O vëllezër të dashur, Sulejmani alayhis salam e pa një miz, një bubrec, e kishte marrë një kokër gruni, e heri dilke para e krehte, e nëherë mrapa e shtinke, nëherë para, nëherë mrapa u mundoke. Undal Sulejmani alayhis salam, e mori mizën dhe tha, pse mundohesh kështu? Tha, risk. Tha, këtë kam ushqim, duhet ta çojnë hambar. E shtin miza ushqimin, grunin, e shtin në tokë. Bereqetin e shtin në tokë. Dhe nuk bin. Ju e dini se kokra e grunit, e elbit, e tërshanës, e theknit, si të hinë tokë, ajo bin. E pse nuk bin? Allahu Dhul Gjelali ka dhonë një inxhineri bubrecit, ja pregadit vendin atje mrenda, e i bon izolim të hatashëm, që diqëm, atje rinë tokë edhe nuk bin. E kështë ka dhonë këto? Mizës, Allahu Dhul Gjelali. Me kaq marifet, që ka dhonë Allahu Dhul Gjelali, ta bartëm kokrën e grunit, ta fusem mrenda gjën tokë, dhe t'i bën një izolim nga ajo që ka dhonë Allahu Dhul Gjelali, miza ka bindje në Allahun ma tepër se njeriu. Tha Sulejmani alayhis salam, po sa han ti? Tha, për një vjet. Tha, një kokër grun. E mori Sulejmani alayhis salam mizën me gjithë kokrën e grunit, futi në një kafes, i la vend për të marrë frymë, ja shkrujti datën, në fund të vitit ja çeli derën, miza shnoshe mirë, po gjysa e kokrës grunit aty. I tha, miz, krijesë Zotit, ti para një viti më ke thonë mu se ti e han një kokër grun, a ja ti ke hongër gjysta, pse më ke thonë një kokër? Çka tha miza? Tha, o Sulejman, kur jam dorë të Zotit, e ha një kokër grun plot, se për vitin tjetër ai më ka garantu një kokër tjetër. Ndërsa ti, kur më mshele derën, u frika se më harron, e rujta këtë gjysën për motin tjetër. E rujta, me bo me më harru. Subhanallah. Bubreci, ekonomist, e jo ha e fuk. Shoshie në për restoranët tonë, edhe në për iftare bile, 50% hudhe. Jo, miza e ka rujt gjysën për nevojë. Duhet të ruhen vëllezër të dashur, se vinden herë nevojë, ka dikush nevojë. Miza më e mençur se shumë njerëzi. Nga kjo dalin mësime. E para, pse ja ka mbyll derën Sulejmani alayhis salam, ka hongër më pak, për çdo ditë më pak, që gjysën ta ruje për vitin tjetër, se ndoshta në fund vitit si kujtohet, po ndoshta mbas 2 vjetëve i kujtohet. Andaj bubreci ka rujt nga ushqimi vet, se mos e harron, mund të harron Sulejmani, ndërsa tha, kur jom dorë të Zotit, unë e hatra hat një kokër, se ai nuk më harron. Ai nuk më harron, e ti o Sulejman mund të më harrosh. Subhanallah. Përsëri me Sulejmanin alayhis salam dhe me një gjallës tjetër. Ajo është Pubza, Hudhudi. Hudhudi fluturim prej Palestine në Yemen. Sulejmani e kërkon, por nuk e gjen. Tha, kur do të vi, ose do të më arsyeton pse ka humb, pse ka mungu nga prezenca ime, ose do ta dënoj. Erdh ma vonë shpenzë. Tha Sulejmani alayhis salam, ku ishe? Tha, o pejgamberi Allahut, unë kam qenë në Yemen, por kam pa një punë shumë të çuditshme. Ata njerëz në vend të Allahut adhurojnë diellin, e pa logjikshme, e pa pranueshme. Ja ka prish kefin Hudhudit, pse njerëzit e kanë adhuru diellin, ndërsa sa prej tonëve hiç se kanë ngajle, pse nuk adhurohet Allahut. Është brengos Hudhudi, është brengos Amonia Sulejman, por të çudit, në vend të Allahut adhurojnë diellin. Sulejmani alayhis salam tha, për të vërtetuar fjala ite, unë do ta jap një letër që t'ja qesh mbretnesë, dhe kallzoi, tha, ato ju udhëheqte një mbretnesh, një grua. Sulejmani alayhis salam mori një letër, ja shkruajti, innehu min Sulejmana wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Kjo letër është prej Sulejmanit, në emrin të Allahut, të vini para mu, e porositat mbretneshën që t'i dorëzohet Sulejmanit, që ta qol Sulejmanit të bindet të adhurojnë Allahun e jo diellin.
Poenta jonë është kjo. Kur ja dha letrën shpendit, tha, të jap një shpend tjetër pak më të fortë, të t'jap dikon të të shoqëron se ti ban emanet. Këtë emanet duhet ta çosh, mos të ta zën rrugën dhe një shpend tjetër të sulmon e humb letrën. Çka tha shpendi? Ja Sulejman, tha, nuk ka nevojë të vinë tjetër kush me mu, unë jam në mbrojtje, pasi me vete kam Bismillahirrahmanirrahim. Shpendi tha, unë jam në mbrojtje, s'kam nevojë tjetër kush të mbron, Bismillahirrahmanirrahim. Vllai dashur, mësoj fëmin ta, kur del prej shtëpie, në thot Bismillahirrahmanirrahim. Në thot tawakkaltu ala Allah, është në mbrojtje. Është në mbrojtje nga çdo e keqe. Andaj shpendi, subhanallahu, po vllai dashur, edhe bubreci, edhe shpendi, të gjitha ato mahllukate, të gjitha ato krijesa, 1.500.000 lloje të krijesave e përmendin Allahun dhul xhalal, një prej tyre, një lloj i cili ka emrin njeri, disa e përmendin, disa harrojnë. Disa e përmendin kur janë në zor e kur janë në ndarësën e harrojnë. Disa. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, udhkur rabbaka fi rraha yadhkuruka fi darra. Përmendë Zotin ti kur je rahat, të përmendja ai kur të bish në zor. Kur të bish në zor, ku thush ja Rabbi, melaqet thonë, o Zot, ki zoni njofshëm. Allahu dhul xhelal thot, po, ki zon më ka përmend shumë herë kur ka qenë rahat, andaj unë i përgjigjem edhe tash kur ka zor. Ndërsa kur kush e përmend Allah, i lutet vetëm kur bjen zor, Zoti na ruaj. Përsëri Allahu është i mëshirshëm, i pranon inshallah lutjet e dhikret tona, por ai na porosit që ne ta përmendim pa ndërprer, sa të kemi mundësi dhe ta falenderojmë Allahun dhe të mirat e tij të mos i harrojmë. Pra, bindje në Allahun dhul xhalal ka patur një bij e një dietarit, i cili ka pasur emrin Ebu Havas. Ky Ebu Havasi ka jetuar në Bagdad. Kur vin kohë e haxhit, konsultohet me familjen, thot, po du me shku në hax. Tjetër burnim në shtëpi ka pas. Ka pas gruan me 3 vajzat e tij. Ka thon po du me shku në hax. Ka thon gruaja, po ç'na lën neve? Ka thon ju lën ndër të Zotit. Tawakkaltu ala Allah, unë do shkoj në hax, ju lën ndër të Zotit, ka doni dashamir, por doni rast do t'ju gjindet. Nuk pajtohet. Nuk pajtohet bashortja me 2 vajzat e mëdhaja, nuk pajtohet. E vogla tha, pse ndalni babën, tha? Baba na lën ndër të Zotit. Babo, shko ti na lën ndër të Zotit. Thuj, o Zot, ty ti lash emanet familjen time. E mur pëlqimin, dal nga dal edhe ato sa u bindën, ju la ushqim për një kohë caktuar. Mirë po koha u bë, ushqimi u harxhu, ai nuk u kthei prej haxhit. Këta që su pajtonin i thanë asaj të voglës, vajzës voglë, a e she ç'te hajte. Hajte, çka do hash? Hajt, ku është baba tash? Ti thoshe le të shkoj, a? Kjo fali namaz natë, edhe i ngriti duart, i boni dua Allahu dhul xhalal dhe tha, o Zot, mos më turpëno. Une kam pas bindje se nuk është baba ai që na ushqen. Dhe ju thosht ati, nore, nuk është baba ai që na ushqen Allahu, baba është sebeb, baba është shkaktar, a ushqimi është risk, është prej Allahu. Ani, prej Allahut, po ku është? Subhanallah, thot, boni një lutje të sinqert. Kur u ngrit në mëngjes, kaloj mbreti ati vendi, udhëhecje pranë shtëpisë së tyre. Kur mrini te dera, mbreti tha, pyetni këtë shtëpinë këtu, mos kanë ujë, mos kanë bunar, mos kanë qeshëm, mos kanë ujë me na dhon. U afru një ushtar, trokitin derë, dula e plakat e dera, tha, urdhno. Tha, mos keni ujë me na dhon se jemi udhëtar. Tha, po, si jo kemi ujë. Urdhnoni, ja qeli derën, tha, urdhnoni, mbushën. Hinë ushtarët, mbushën ujë, pinë ujë, u freskun. Pastaj pyti, mbreti tha, e kujnon kjo shtëpi? Tha, kjo shtëpi e Ebul Havasi. O, tha, shtëpi e dietarit, ta. Po ku është ai, tha? Tha, ai është në hax. Ka shku në hax. Tha, nuk paskim pas fatin që ta shohim. Ka qenë dietar, ai mirë. Tha, nuk paskim fatin që ta shohim, po nga kjo që pam hajrin e shtëpisë tuaj, që pim ujë, mbushëm ujë, u freskun, duam të bëjmë një kompensim të vogël. Mori mbreti një grusht, mbështjelli me lira, edhe tha ushtarëve, kush ka prej juve, le të hudhën këtu në borë, se si kompensim për ujin që kemi pi. Subhanallah, fillon ata, i hudhi i pari aje dhe qerët, hudhën pasuri, edhe shkun.
ato kitë qefe, muran atë pasurin, kjo e vogla, filloj me qaj. I tha none vetë, o birë, për tash qka qanë, dhe o gjithë kjo pasuri. Tha unë e qaj. Qaj tha se, një mbret i kësaj dunjoje kaloj pra shtëpis tonë, gjithë kjo e mirë, po me na shiqu Allahu me rahmetin e ti. Melikul Muluk, një mbret i thjesht, kaloj pra shtëpis tonë, e pasuroj familjen shtëpin tonë. Po me shiqu me sinin e rahmetit Allahu dhul Gjalal, qa kishte me qenë? Tha pse nuk u mbështet një Allahut? Atëheru bindjen edhe ata se ajo bindja që kishte në Allahu dhul Gjalal, Allahu dhul Gjalal e boni si shkas që të kalon mbreti me ushtrinë e tij, që të pin ujë nga çeshme e tyre edhe ta pasuron. Kur erdhi ai ma vonë, kur erdhi prej haxhit, mo veç nuk kishte nevojë pse të brengoset për vonesën që ka bërë. O vëllezër të dashur, ata që kanë bindje në Allahun, yarzuquhum min haythu la yahtasib, ja u çon riskun ka se mendojnë. A din çka do të ka se kujton, ama ty ndërmend nuk të bjen hiç. Allahu dhul Gjalal ta çon riskën ka hiç, ti nuk e kujton, vetëm ti bindju Allahut. Bindju Allahut, bindje të fortë, ashtu si ka hije muslimanit, siç kanë qenë të bindur o vëllezër muslimanët e parë. Subhanallah, pa ato musliman kur kanë qenë të bindur, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a nuk ke kalun Dijlen, lumin, a nuk e kalun me kuajt në kam hipur? Subhanallah. Po ajo Allahu dhul Gjalal, i cili ka thonë zjarit që të mos e gjek Ibrahimin, ajo Allahu dhul Gjalal është që ti thot diçka bëhu dhe ajo bëhet, dhe fuqia ti nuk ka kufi. Fuqia ti është e pakufishme, por zikrion është me kufi. Pak me përmend Allahun, me njëherë thua bëllë move. A me janis muhabetit, më të lezeqme na duken muhabetet se të përmendurit e Allahu dhul Gjalal. Ibrahim bin Edhemi e pa njonin folke fjallë të kota. Tha vllai dashur, nga këto fjallë që fol ti, tha, a pret se vap? Preson se vap? Tha jo. A i garantuar se nuk dënohet prej Allahut për këto fjallë? Tha jo. Pa atëherë pse çon kohën bosh? Përmenda Allahun dhul Gjalal. Bënë dhikër Allahun. Pra vëllezër të dashur, la ilaha illallah, dhikri më i lavdëruar. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi l'azim, fjalët më të dashurat e Allahu dhul Gjalal. Ibrahimi a.s. i tha pejgamberit sallallahu a.s. Bani selam umetit tanë, se xheneti e ka si përfaqen shumë të bukur, toka e xhenetit të shumë e këndshme, lumejt e xhenetit janë shumë të këndshme, drumt e xhenetit janë shumë të bukura. Thuj le të mbjellin dru xheneti sa të kenë mundësi. Subhanallah, të mbjellish dru xheneti? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Ibrahim, po si kanë umeti mundësi të mbjellin dru xheneti? Tha, thonja, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim, e mbjellën një dru në xhenet. Ti kur thush subhanallahi walhamdulillah deri në fund, e ke mbjell një dru në xhenet. Mirë, po na, si jemi tamaqar për këtë. Me ta dhon dikush që ti në pazar një drun pranverë ose në vjesht ta mbjellish në bafqe, sa tjetë ai druni dhe ta kujtojsh pi filanit e ko ma ka dhon hedije. Po me mbjell një dru xheneti vetëm me thonë subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim, e ke mbjell një dru në xhenet. E pas të njoni, si ja bëngjin feje, thot, po me thonë 100 herë në ditët une, 100 dru në xhenet, po 30 ditë ka 100 dru në bënë shumë, ku ti qoj gjitha të dru të xhenetit? Shumë dru në bërë, shif, kur është puna për xhenet, neve na duket barë. A më me i thonë, njoni e ka një bafë që një arë i ka 300 dru të pjeshkave, me kokë rahazë, ti thua, ti kish pas 500 bërë? Subhanallah, me thoni ka 300 dru qërshia, ti falen, puna mave. Kështu në dënja, për këtë jetë ka të shkurt, nuk të ngopet syni. Atje për xhenet, shumë janë be, balve, atje në xhenet, si të hinë xhenet o hoqë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, o boni pak të maqar, o burra, ka thonë boni të maqar. Nuk e donë Allahu dhul Gjalal muslimanin për pun të ahiretit, ti ngopet syni e për dënjas jo. Ka thonë, edhe kur të kërkoni për Allahu dhul Gjalal thoni, kur të kërkoni xhenetin thoni, o Zot, na bon nasib xhenetul firdaus. Shif, kështu të bëjtua, xhenetul firdaus, deregjen më të lartë.
Mirë po njoni thotë, hoq, nësë jemi be para gjenalbe, o be vetë qatit e dera të mlon, qatit e dera, atje për kështu e tja zgjason, e gjvlerëson gjenetin, mirë be vla thështë e dera, kur të ka ftu dikush ndarësëm në restoran, edhe ka ndarë në pritje, edhe ti hecër, shkon, edhe ato thënë vjen dikush, kur dalin, aha, filoni, kon edhe ta kthej shpinën. E kthej shpinën, ti kur të vishte dera dhe hungjë që gjemë, bazdere. Si duket, po me thonë ato vjen filoni, e ato me ngajti, kret me dal parë, e me të përshëndet, e me të përqafu, e me të marë për dore, e me të qitë krejt vendit. Puna ma dhe ishte, valla më kanë deru. Në restoranin e dynjas kje qifë krejt vendit, anë gjennet të dera. Subhanallah. Për gjërat e dynjas nuk të ngopet syni, kur është puna për ahiret, balbe, nësimi në, subhanallah. O vëjdashur, duhet me qenë tamaqar. E gjeneti fitohet duke knaq Allahun dhul gjelal, duke bo razi Allahun, e Allahu bohet razi duke përmend ata, duke përmend sa më shpet, me guhën ton, me sytë ton, me veshët ton, me duarët tona, me këmbët tona, duke u thu në punë të mira, me dorët tona duke punu punë të mira, me shpirtin ton duke shpresu dhe duke u frigu, dhe me zemrën ton duke ju dorëzu ka derit Allahu dhul gjelal. Pra Allahu dhul gjelal përmendet në shumë forma, Allahu dhul gjelal falenderohet në shumë forma, nuk falenderohet vetëm me thonë elhamdulillah, jo, por dikush kursen edhe të thot elhamdulillah, por nuk është mjaft vetëm me elhamdulillah, po me ja ditë shiqirin Allahu dhul gjelal, me falenderu edhe me punë, edhe me ju mbështet Allahu dhul gjelal, pasi ta bojmë punën të sigurt, i mbështetemi Allahut. Pra këto janë 3 parime të cilat i pat për qëllim kjo ligjarat modeste para juve. E para, vëllezër të dashur, të përmendim Allahun sa të ke mundësi, të falenderojmë Allahun me gjuhën tonë dhe me punën tonë, dhe të mbështetemi Allahut dhul gjelal ashtu si ka hije një besimtari, pasi që ta sigurojmë punën tonë, atëherë themi tawakkaltu ala Allah, o Zot ty t'jam mbështet. Pasi ta falim namazin, atëherë mbështetemi Allahut që ai ta pranon. Nëse nuk e falim namazin, a mund të themi valla jo mbështet Allahut, be inshallah ma shkruan, unë s'jam fal, po inshallah ma shkruan. A mundet kështu? Një njeri nuk agjeron, po inshallah më shkruan edhe mu Zoti se ka ma agjeru. Nuk mundet, vëllai dashur. Ne duhet ta bëjmë punën aq sa kemi mundësi, e pastaj për gabimet që kemi bën, për nëksëllëket që kemi lënë, për të metat tona gjatë atij ibadeti, atëherë mbështetemi Allahut dhe themi o Zot, ki ibadeti jon kaq i zbet, ki ibadeti jon kaq i dopt, ki ibadeti jon kaq i lisht, ki ibadeti jon kaq i shkurt, por rahmeti yt inshallah e kaplon dhe me rahmetin ton inshallah na i pranon. Allahu dhul gjelal inshallah ibadetet tona kabul na i bën. Gjunahet tona fe magfiret inshallah të na i bën. Këto ditë të agjerimit neve dhe mbar muslimanve inshallah Allahu të na i pranon. Në këto ditë të merhametit neve dhe të vdekmit ton Allahu merhamet të na bën. Lusim Allahu dhul gjelal rinin ton në islam të udhëzon, pleshve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plotë, nga çdo vështirësi e kësaj bote dhe ahiretit, neve dhe familjet tona dhe mbar musliman, Allahu t'i shpëton, nga azapi xhehenemit të na largon, Jannatul Firdausin nasib të na bën. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. هل ترى ينفع الندم حينما زلت القدم؟ هل ترى ينفع الندم حينما زلت القدم؟